na ka bë besimtarë në fjalën e tij, e cila është e përsosur në të gjitha aspekte. Është e përsosur posaçërisht në atë që ka thënë Allahu i Madhruar: "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Është përsosur fjala e Zotit tënd edhe nga aspekti i vërtetësisë, edhe në aspektin e korrektësisë. Domethënë ajo që Allah i Madhruar ka lajmëruar nga kaluara ose ka paralajmëruar për të ardhmen, ajo është padyshim e saktë dhe e vërtetë, po edhe ajo që Allah i Madhruar nëpërmjet fjalëve të tij na ka udhëzuar, ka kërkuar diçka prej neve në mënyrë të prerë, obligative, ose ka kërkuar në mënyrë të preferuar, edhe ato janë në kulminacionin e korrektësisë dhe të mirësisë. Për shkak se janë fjalët e Zotit. Zoti është i patmeta dhe fjalët e tij janë patmeta, andaj për neve është begati e madhe që jemi pasues edhe besimtar në fjalën e Allahut dhe pasues të rrugës së të dërguarit të përzgjedhurit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Jemi mirënjohës Allahut të Madhruar që na ka mundsuar edhe sonte të takohemi, të vazhdojmë shoqërimin ton, gjithnjë në përpjekje për me u pasuru me ndonjë dije e cila na bën dobi, edhe që do duhet të ishte në shërbim të përmirësimit të veprimtarisë sonë. Realisht të përmirësosh veprimtarinë edhe të arrish ngritje, avancim në nivelin e veprave të mira, nuk është diçka që është vështirë e arritshme. Është e lehtë dhe është e mundshme për shkak se derisa Allahu e ka kërkuar prej neve përmirësimin, atëherë sigurisht që është i mundshëm. Por sfida jonë si besimtar është sfida e qëndrueshmërisë në rrugën e Allahut. Kjo do të thotë se më tepër se intensiteti, më tepër se sasia, pse të mos themi edhe vrulli i veprave, është i kërkuar përqëndrimi, stabiliteti, është e kërkuar vazhdimësia, kontinuiteti. Është e kërkuar me ajo që Allahu i Madhruar e ka lyp prej pejgamberëve të vet, e ka lyp edhe prej neve. Kur i ka thonë Allahu pejgamberit vet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Dhe përqëndrohu stabil, i palohatshëm në rrugën e Allahut normal. Fastaqim, përqëndrohu kama umirt, ashtu sikur se është kërkuar prej teje, ashtu sikur se i urdhëru. Dhe jo vetëm ti, por edhe ata të cilët i janë kthy Allahut në atë rrugë të cilën jetu e pasu ti edhe të e ndjek ti. Pra, pejgamberi me gjithë pasuesit e vetë, urdhërohen me një shprehje të shkurtër, por me domethënie shumë të madhe: fastaqim, përqëndrohu. Wala tatghaw, edhe mos u shmangni as një pikë, as pak mos u shmangni prej saj në çka po ju fton edhe çka po ju urdhëron Allahu i Madhruar. Innahu bima ta'maluna basir, se Allahu e sheh hollësisht dhe me saktësi të plot gjithë atë që ju veproni. Ky ajet është në surën Hud, ajeti 112. Po e përmendim me qëllim surën për shkak se kjo sure është për cilën ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka ka thonë? Kush e din p'i japi një dhuratë, një libër. Ha? Mi ka zbarë flok. A po doni përkthim të Kuranit më të fundin, apo doni një libër të hadithit? Ja pa fshajre. Ka thonë shejebetni Hudun wa akhawatuha. Mi ka zbarë flokët surja Hud edhe si motrat e saj. Disa prej ulemave kanë thonë, nuk thash çka ka thonë Allah pejgamberi alayhis salam për këtë ajet, të kuptohemi. Çka ka thonë për këtë sure edhe përgjigjja ke e saktë.
Ka thonë shejebetni Hudun wa akhawatuha, edhe i bjen mi ka zbardh flakt më ka thi surja Hud. Disa djetarë kanë thonë pikrisht që ky ajet është ai i cili mas tepër me e ka ngacmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për shkak të shkafit, për shkak të seriozitetit. Ky ajet kërkon shumë seriozitet. Një fjalë, do të thonë vetëm një fjalë këtu është urdhëresa, fastaqim, për të qëndroho me stabilitet, qëndro stabil, qëndro pa luhatshëm. Çto Allah i madhruar po e lyp prej pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe jo vetëm prej tij, o men tabe ma'ak, edhe ata që u pendun edhe ju kthyn Allahut bashkë me ty. Do thonë ti o Muhammed e ke këtë obligim, edhe çdo njeri që hec rrugës tënde e ka të njëjtin obligim. Edhe realisht kjo është ajo thirrja hyjnore e cila e ka bë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me shiku këtë punë me seriozitet. Pse? Se është kërkesë për atë projektin jetësor që do të me e pas secili besimtar e që quhet istiqame. Istiqame është me qëndru drejt. Ihdina siratal mustaqim, kur themi, o Zot na udhëzon rrugën tonë të drejtë. Jetësimi i çti udhëzimit, edhe jetësimi i qëndrimit stabil në rrugën drejt, në rrugën e Allahut fuqiplot, është istiqame, kjo të cilën Allahu i madhruar e ka kërku prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam padyshim që sikur edhe gjithë urdhrat e Allahut të madhruar, edhe këtë e ka marrë me seriozitet të plot, përveç asaj e ka kuptu mirë edhe drejt, e ka kuptu mas miri që mundet dikush me e kuptu një fjalë të Allahut fuqiplot. Se nuk është rastësi për zgjedhja e pejgamberve. Nuk është rastësi fakti që njeriu sado që të mundohet, e të shkollohet, e të stërvitet, e të bëj çfarëdo, s'mundet me u bë pejgamber. Njeriu me mundin e tij mundet me arrit shumë gjona. Mirë po pejgamber s'mundet me u bë. Pse? Për arsye se pejgamberlloku nuk shkon me interesim prej poshtë nalt. Është pozitë shumë e lartë gjithsesi, po është për zgjedhje prej s'nalti. Do thonë është për zgjedhje hyjnore, Allahu i ka përzgjedh pejgambert e vet çysh ka dashur. Ka përzgjedh prej njerëzve, ka përzgjedh të delegum edhe prej melaçeve, është përzgjedhja e njeriu s'mundet me u bë pejgamber me mundin e vet. Është përzgjedhje e ky fakt i bën pejgamberët njohësit edhe interpretuesit më të mirë të fjalës së Allahut edhe të porosive të tij. E këtill ishte edhe pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjithsesi e dim se e veçanta e tij ishte edhe për shkak se edhe në elokuencë, në aftësinë e të shprehurit, ishte më i veçantë se të gjithë pejgamberët. Ua kishte kalu gjithë pejgamberëve. Edhe këtë dhunti Allahu i madhruar ja ka dhënë. Pastaj na si umet jemi të përzgjedhur edhe të veçuar edhe për një fakt tjetër. Edhe mësimet e shpalljeve të mëhershme, edhe mësimet e pejgamberëve të mëhershëm, pra para Kur'anit edhe para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk janë rujt çysh është rujt Kur'ani, edhe nuk janë rujt çysh janë rujt udhëzimet edhe suneti i pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ndoshta edhe për shkak se karakteri i shpalljeve të mëhershëm ka qenë më i kufizuar, ndërsa shpallja e fundit ka karakter më universal. S'ka pejgamber mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, s'ka shpallje mas Kur'anit, edhe Allahu e ka marrë përsipër me i rujt edhe i ka garantu nga deformime. Edhe Kur'ani ka mbetë që ky Kur'an, qysh e ka shpallë Allahu para 1400 sa vjetëve, çështu njëjtë e lexojmë na me të gjitha pikat edhe presjet, me të gjitha shkronjat edhe vokalet, me të gjitha zgjatimet, çështu të shkruajmë na, çysh falemi ne mas imamve edhe e dëgjojmë Kur'anin të këndohet, çështu është këndu prej kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hiç asnjë sens ka ndryshuar. Mos flasim më që edhe në kuptimet e tia nuk ka mujt dikush
me interferu për me fut diçka që nuk është prej Kur'anit. Edhe kjo për neve, padyshim që është një begati e madhe për arsye se na jep komoditet në kuptimin e saktësisë së asaj në çka besojmë. Jemi shumë të sigurt në ato çka besojmë, ndërsa mbetet me u përkushtu për këtë çka jemi të folë, në ato çka veprojmë. Pra e dim se ajo çka thot Kur'ani është e saktë edhe s'ka kush që mundet me e vënë më dyshje. Ndërsa na vetë kemi gjithë çka me plotësu edhe çka me përmirësu një jetën tonë. Andaj, thash, Allahu e ka lyp prej pejgamberëve çndrimin stabil në rrugën e tij, e ka lyp prej pejgamberit fundit konkretisht edhe i ka thonë ti edhe ata që janë me ty, edhe ata që ecin në rrugës tënde, duhet të çndroni. Po edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj e ka bë moto të jetës tij edhe sa herë ka ardhur dikush me e pyet diçka, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka dhënë përgjigjen pikërisht në këtë temë. Ka ardhur një sahabi i quajtur Sufjan ibn Abdullah Thaqafi te pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe i ka thonë, ja Rasulallah, e dini shpesh e kam përmend, sahabët kanë bërë pyetje të shkurta dhe konkrete. Do të thonë pyetjet e sahabëve janë kanë shumë të qarta, janë kanë shumë konkrete dhe janë kanë të shkurta, pse se interesimi i tyre u kanë gjithashtu konkret. Edhe një prej atyre pyetjeve të mrekullueshme është edhe kjo pyetje e cilën ja ka bërë ky sahabi kur i ka thonë, ja Rasulallah, tregom diçka për cilën unë s'kam me pas kur nevojë me pyet dikën mas teje, edhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kul amantu billahi thumma istaqim. Thuaj, unë e besoj Allahun, e pastaj në këtë përqëndroho. Do thonë, bëni një deklarata jote me konë e shkurt, unë e besoj Allahun, kaq. Pastaj përqëndrohen këte. Thuaj, ajo çka themi, çka flasim, çka shkruajmë, çka lexojmë, është teori. Fjalë. Thuaj, unë e besoj Allahun. Pastaj në këte përqëndrohu është praktik, do më thonë në një mënyrë shumë të thjeshtë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka bërë lidhjen mes teorisë dhe praktikës. Gjatë që njerëzimit mas tepër me pikërisht kjo i mungon. Njerëzimi kur s'u kanë në krizë të teorisë. Gjithmonë ka pas mjaft dije, mjaft fjalë, mjaft libra. Tash mos të flasim për çka duhet, shumë kollaj mundesh me arrit edhe te informacioni. Mjafton me ditë njëri me bë pyetje, edhe pothuajse të garantuar e ka me gjetë përgjigjen. Mirë po përgjigjet e dhona në teori nuk janë gjithmonë të përshtatshme edhe për praktika. Edhe ne sot për shembull kur flasim, mojmë derse, mojmë ligjërata, unë shpesh e menoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çush ju ka marrë ders xhamatit vet, çush ju ka fol sahabeve. Shkurt, fjalët ja kanë numëru. Kaç fjali ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i kanë majtë në mend, edhe janë çu kanë ecë brenga e radhës për ta kanë mbet çush me i praktiku çato fjalë. Për çata edhe pyetjet i kanë pas të kësaj natyre. Tregom ja Rasulullah diçka, mëson diçka që unë kur në jetë mos me pas nevojë me pyet dikën mas teje, edhe tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ja ka dhënë përgjigjen, ja ka dhënë përgjigjen shumë të përshtatshme me pyetjen. Me na thon dikush neve, hajtë mësojmë diçka për Islamin, që mos me pas nevojë dikën me pyet mas teje, bon vakish dasht mja shkruan ja 500 faqe libra dhe në fund me thonë, kjo është shkurtimisht se ka hala çka me u thonë. Pse flasim shumë ne? E para për shkak se shprehjet tona janë të varfna. Nuk janë të pasuna që kanë shprehjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na edhe një hadith kur e trajtojmë me shumë sqarim,
edhe e bojmë vetën sikur jemi shumë të meqme, shumë të dijshëm edhe çfarë çka po thojmë na prej asaj çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në të vërtetë, aftësia të shprehunit shkurt është dëshmi e dijes, edhe mungesa e asaj aftësie për me u shpreh shkurt është dëshmi e mungesës së dijes. Pastaj prezenca e madhe e teorisë ose dominimi i teorisë është gjithashtu dëshmi e mungesës së praktikës. E sahabët i kanë pas senet shumë të shkurta edhe të qarta, i kanë pas njëkohësisht edhe konkrete, edhe si rrjedhoi e kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka thonë: "Qul amantu billahi thumma istaqim", thuaj unë e besoj Allahun dhe pastaj përqendrohen në këtë. Tash paramendoni ju që keni ardhur sonte me ngu ligjëratën, me ngu dersin, edhe më u pasituan vetë ç't hadith, edhe më u thonë për sonte marrun. Realisht kur gjos kish me të mongo. Mirë po, dikush kish mujt me uni i zhgënjym, me thonë në komar për i kush e dikuhet, ti vesh një minut në e tregove një hadith. Ai te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ata kanë ardhur për kush e dikuhet, plus asaj jo me mjete çfarë udhtojmë na, edhe shkojmë na anej. Edhe çështo, pyetjet janë kont shkurta dhe konkrete, përgjigjet janë kont shkurta dhe konkrete, edhe njerëzit i kanë kap ato seriozisht. Po flasëm për epokën e seriozitetit, po flasëm për epokën e sinqeritetit, edhe të përqendrimet. Neve pikrisht që ky përqendrim po na mungon, për shkak se edhe fjalët e Zotit nganjëherë nuk po i trajtojmë me seriozitetin e nevojshëm. Kështu që neve s'ka bovaki me na u thi flokt për shkak të leximit fjalëve të Allahut fuqiplot. Po për sa në tjera, po gjithsesi. Mirë, po për shkak të fjalëve të Allahut jo. Pse? Për arsye se nuk është se i kemi përjetu me atë seriozitet sa i ka përjetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe jo vetëm ai, se edhe nëse themi po mira, ju koni përzgjedhuni i Zotit, atëherë këtu sigurisht zgabojmë. Edhe ne asnjëri s'jemi në konkurrencë me te, alayhi salatu wassalam. Mirë po e kemi modele dhe shembull që duhet me ndjek. E ka pas në të kaluamën njerëz që s'in kon pejgamber, mirë po Kur'anin e kanë përjetu shumë. Ka pas prej tyne që si pasoj e dëgjimit të fjalëve të Allahut fuqiplot janë alivanos. Ka pas prej tyne që si pasoj e dëgjimit të fjalëve të Allahut kanë vdek. Njëri vdes prej e gjelit, prej afatit të vdekjes. Mirë po një sebeb i caktuar, e dini e kemi përmendur edhe në të kaluamën në rrëfimin për djalin e Fudail ibn Iyadit, i cili ka qenë shumë i përkushtuar, edhe ai ka thonë imamit, poshtë Zotin, kur të dish që e ki djalin tem në saf, mos këno ajetet xhenetit dhe xhehenemit se ma myt djalin. Edhe njëherë imami ka harru, funit imami se ka obligim me këshyr kush po falet për mas, po do të me fal namazin qysh janë rregullat, edhe tu i lexu do ajetet xhehenemit, ai djali ka ra pa shpirt. Edhe ka prej ulemave kanë shkruar në këtë temë, edhe e kanë titulluar shkrimin e tyne Qatla el-Kur'an, të vrarit e Kur'anit, ose viktimat e Kur'anit. E Kur'ani zvret, po çes e kanë përjetu sa që kanë ra, dikush ndoshta ka ra pa vetdije, dikush ndoshta edhe ka ra pa shpirt. Nuk është synimi na me e bo standard një gjë të cilën nuk e ka standardizu Islami. Qa do me thonë kjo? Islami ka standardizu ato që ka e thot Kur'ani, respektivisht ato që e ka praktiku pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ato që kanë bërë njerëzit edhe kanë avancuar nivelet ndryshme, nuk e kemi do e mos me ndjek si shembull. Për shembull, kur thuhet filoni ka fal 4 rekate gjatë natës, ose filoni e ka fal namazin e natës, në një rekate ka bë hat me Kur'anin, e kështu me radhë, si shembull i përkushtimit. Se kemi bërë që me u bot qashtu. Ama me u bot shukon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe që ka promovuar shembull, ato e kemi bërë për arsye se ajo është rruga e suksesit. Ajo që është me rëndësi, pra që po du me e lidh me temën, është pikrisht përgjigja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në pyetjen edhe në kërkesën kur i ka thonë ai burri, mëson diçka për cilën s'kam nevojë me e pyet dikën tjetër, i ka thonë thuj, unë e besoj Allahun. Çdo deklaro,
ma shumë mos fal, ajo pjesa tjetër thumë staqim, e pastaj përqëndrohu, ajo pjesa tjetër le të mbetet praktik. S'kemi nevojë shumë me fol. Deklaro me një deklarat shkurt, pjesën tjetër tjetës, bëne vepra edhe praktik, e cila në të vërtetë është pikërisht ky përqëndrimi stabil, paluhatshëm, serioz, i përzemërt në rrugën e Allahut fuqiplot. Dhe Allahu për këtë temë flet edhe në vende tjera në Kur'an, në surën Ahqaf, ajetet 13 dhe 14, Allahu i madhruar thot: Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Vërtet ata të cilët thanë Zoti ynë është Allahu, e pastaj u përqendruan në këtë, por ata nuk do të ketë frikë e as që do të pikëllohen. Një garancë shumë e madhe, me thonë Zoti, s'ki arsye me u friksu, as s'ki arsye me u pikëllu. Frika është për të ardhmen, pikëllimi është për të kaluar, në të dyja dimenzionet e kohës tone, je i garantuar në momentin që bash prej atyre që thonë Rabbun Allah, Zoti ynë është Allahu, edhe pastaj përqendrohesh në këtë. Ngjashëm me këtë shprehje është surën Fussilet. Allah i madhruar thot: Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Vërtet ata të cilët thanë Zoti ynë është Allahu, e pastaj u përqendruan në këtë, atyre në momentin e vdekjes u vinë melaçet, edhe u thonë: as mos u friksoni, as mos u pikëlloni, përkundrazi ne po ju marrim myshde me xhennetin të cilin Zoti ju ka premtuar juve. Dhe ardhja e melaçeve në momentin e vdekjes është një moment shumë i rëndësishëm. Për arsye se ne sot flasim për xhennetin, flasim për xhenemin, flasim për përfitimet e besimit, flasim për rëndësinë e përqendrimit edhe të përkushtimit në rrugën e Allahut fuqiplot, po jemi në një gjendje të komoditetit edhe këto fjalë jo që s'na bojnë mirë, na bojnë mirë shumë, po nuk e kanë ndikimin e atij momentit, që është momenti i vdekjes, që është momenti më serioz që njeriu e përjeton në këtë dunja. Hiç s'ka më serioz se momenti i vdekjes, e që asnjë sen nuk i intereson njerit në atë moment. Përveç çdo fjalë të cilat i thojnë melaçet. Pra, njeriu në momentin e vdekjes, me shku mi thonë apiton 1 milion euro, me mujt me të dhonë përgjigjet, thotë jo, sen s'po mbyj. Gjithë si bojmë për shtypje. Po çka po dan? Ose me mujt me marë frym, thot, ose me mujt me dek me shahadet, ose me dek faqe bardh, ose kështu me radhë, ose... Dhe më thonë gjona këtë që lidhen me atë çka vjen, me atë çka pason. E Allah i madhruar pikërisht me këtë lehtësim i dërgon melaçet për njerëzit që janë në momentin e vdekjes, mirë po jo për të gjithë njerëzit, gjithsesi, por për ata të cilët thanë Zoti ynë është Allahu dhe u përqendruan në këtë. Pra 2 ajete në 2 vende në Kur'an. Ky i fundit që e përmenda është në surën Fussilet, ai tjetri më herët në surën Ahqaf, fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, për ta s'do të ketë frikë, as që do të pikëllohen. Do të thonë te ky është garancia e Allahut, te e dyta, te tjetra është përgëzimi i melaçeve. E te këtu te surja Ahqaf, për ta nuk do të ketë frikë, as do të pikëllohen, thot Allahu pastaj ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Këta do të jenë banorë të xhennetit. Në të do të qëndrojnë përgjithmonë. Si shpërblim i asaj që kanë vepruar. Kur thojmë për xhennetin si shpërblim i asaj që kanë vepruar, e kur e kujtojmë edhe tjetrën që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë se megjithatë me veprat e tija njeriu nuk mundet me blet xhenetin, pra veprat tona edhe xheneti e kanë një dallim shumë të madh, po Allah i madhruar për çato vepra të thjeshta, të vogla, të pakta, çuj çysh dush, me të meta, për çato që të xhenet të madh edhe të përkrym po e ofron. E në radhë parë këtu me kujtu që oferta e xhenetit është për ata të cilët thanë Zoti ynë është Allahu, edhe në atë u përqendruan. E tash që ky përqendrimi
i ka dy kushte të thjeshta, shumë të thjeshta për me mujt me e jetësu. Gjithsesi, insistimi jam është me fol sa ma pak, me përkufizgju gjanat sa ma thjeshtë dhe sa ma konkret, që pastaj me e pas të qartë, edhe të lehtë me e majtë men, po edhe të qartë qysh do të me vepru. Pra që ky përqëndrimi i ka dy kushte shumë të thjeshta. Kushti i parë është me e gjetë rrugën edhe me u pozicionu në te. Kushti i dytë është me vazhdu në te. Rrugën me identifiku, edhe pastaj qasaj rrugë mos me ju nda. S'ka ma thjesht se që kja. Me identifiku rrugën e cila qënë të knatësia Allahut fuqiplot, edhe me vazhdu qasaj rrugë mos me ju nda. Ndërsa dëshmia për këte prapë është fjala e Allahut fuqiplot. Ja ejuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. O ju që keni besu, keni frikë Allahun, pikrisht ashtu që do të me pas frikë Allahun. Që është kushti i parë, gjeni rrugën. Keni frikë Allahun që ashtu që duhet. Mos mundoni me pas frikë Allahun ashtu që nuk duhet. Adhurojeni Allahun ashtu që do të me adhuru. Mos mundoni me adhuru Allahun ashtu që nuk do të me adhuru. A ka mundësi me ndodhë kjo, që po them, sigurisht që po, ka plot njerëz në botë, që nështë ta kanë qef me adhuru Zotin, edhe janë shumë të përkushtum në atë dëshiren e tyne, po formulën nuk e kanë të qëllume. Dhe Allah për këtë arsye thot, ittaqullaha haqqa tuqatih, keni frikë Allahun, që ashtu që do të me pas frikë Allahun, gjeni rrugën e drejtë. Pastaj përqëndrohuni në atë rrugë. E dyta, në të njëjtin ajet, pjesa tjetër, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dhe mos vdesni ndryshe përveç se duke qenë musliman. Pra bëhuni musliman, edhe vazhdoni me jetu musliman deri në fund. Nga se shprehja mos vdesni ndryshe përveç se duke qenë musliman, nuk ka tjetër kuptim, përveç me jetu në çdo çast, në çdo moment, në çdo situatë si musliman. Tash, kur i kuptojmë çdo gjëra të thjeshta, e kuptojmë gjithashtu edhe se kjo puna e istiqamës, puna e përqëndrimit në rrugën e Allahut edhe qëndrimit stabil në te, që ka projekt jetësor për secilin musliman. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e paska kuptu aq seriozisht sa që ja paska qitë thinjat. Edhe ne do të me e kuptu qashtu, do të me u përpjek me e kuptu edhe me e përjetu qashtu, ndërsa qysh arrijet realizime dhe jetësimi i kësaj, prap bën me i përmendja 2-3 sene shumë kalim the. Jetësimi i qëti stabilitetit arrijet duke i respektu gjanat si mas vlerës edhe peshës që kanë. Me i respektu farzet si farze. Pastaj me respektu ato pjesë tjera plotësuese si pjesë plotësuese. Por në asnjë mënyrë nuk bën me ja ndru venin. Nuk bën me ja ndru venin. Me i pas të qarta, cilat gjana Allahu i dënë mas shumëti. Nëse ja bëj pyetjen prap shpërblyese, cilat gjana i dënë Allahu mas shumëti, a ka dikush që parasitë të përmendon përgjigje? Ha? Ato që e ka po obligim, Allahu që ato mas shumë të e da. A pedon përkthimin e Kuranit, apo do në libër të hadithe? Vjen e merë i pjallamit qëta. Do më thonë, Allahu mas shumë të i dënë që ato që na i ka po obligim. Se për shkak se i dënë, Allahu i ka lyp në mënyrë të prerë që ato. Allahu zban hajgaret, në tonë edhim. Ato që e lyp shumë seriozisht, që ajo është punë e rëndësishme, ajo që është e rëndësishme, Allahu e dënë. Ajo që është e rëndësishme, Allahu për te shpërblen shumë. Kështu që, për me konë të përqëndrum, do të me respektu obligimet. E obligimet i kemi 2 lloje, obligime punë që do të me i kry, edhe i kemi obligime punë për i cilave do të me u përmbajt. Do të thonë me i kry farzet, edhe me u përmbajt prej haramit, edhe respektimi i haramit është farz. Respektimi i haramit, do më thonë shmangja prej ti edhe kujdesi që his në haram zban me prek edhe zban me ra. Do më thonë që kjo është ajo pika e parë që
është shumë e rëndësishme. Mbas kësaj, pastaj vjen ajo pjesa plotësuese që Allahu prapë në hadith kudsi na ka tregu, robi nuk më afrohet me diçka që e du ma shumë se sa atë që ja kam bë obligim, dhe ai do të vazhdoj të më afrohet me vepra plotësuese, me vepra vullnetare, derisa të ngritet shumë, po bazë e ka farze. Pra nuk mundet njeri me ju afru Allahut me nafile nëse si ka kry farze. Është sikur se me e marrë me ndërtu një shtëpi në breg detit. Aty ku ka batice dhe zbatice, dhe aty ku toka krejt është zalla. A mundesh me ndërtu aty diçka kur heq? Se themel s'ka. Themel janë farzet, janë gjanat serioze. Por mbi te pastaj mundesh me ndërtu, me ngritë, me arrit sa të dush. Kështu që vazhdon njeriu edhe me nafile. Shmangja prej edhe kujdesi prej veprave të ndaluara edhe të këqija, gjithashtu veç se e konfirmon qëndrimin stabil të besimtarit në rrugën e Allahut fuqiplot. Thot Allahu në surën Nisa, ajeti 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Nëse i shmangeni atyne të mëdhajave edhe seriozeve, të cilat u kemi ndalu. Që çfarë shprehje kuranore interesante shumë. Nëse u shmangeni veprave të rënda të cilat i kemi ndalu, nukaffir ankum sayyi'atikum. Ato të letat edhe nëse i bëni, ne kena mja u shly. Jo me i bën njeri me qëllim, jo me i bën në mënyrë sistematike, po duke qenë se jemi njerëz, edhe sado që ta kemi për kushtimin serioz, ne nuk bëhemi të pagabushëm, atëherë mbetet që ruhemi prej atyne kryesoreve, nëse dikun kalibth i gabojmë, si rjedhoj e që ati kujdesit madhor, Allahu ka me na i shly, nuk e firankum se i atikum, ja u shlym ato të cilat i keni bo ma të vogla, dhe jo vetëm kaq, por edhe ma tepër se kaq, wa nudkhilkum mudkhalan karima. Edhe ne pastaj do të çojmë juve aty ku është pikkalimi më i mirë edhe më me vlerë, që është xheneti realisht. Istikamja dhe përqëndrimi vije si rjedhoj e besimit të drejt edhe të sakt në Allahun fuqiplot. Me e besu Allahun drejt, me e njoft Allahun mirë, me pas bindje, me u lidh me Allahun me bindje të shëndosh. Kur themi Allahu është Zoti i gjithësisë, i plotfuqishmi, i gjithë pushtetshmi, atëherë e dim se kur gjo nuk del jashtë pushtetit të Allahut fuqiplot. Kur e dim se Allahu është i gjithdijshëm, asgjë nuk i shpëton dijes së tij. Kur e dim se Allahu është i gjithëmshirshëm, atëherë e dim se pavarësisht të vështirësive në cilat ne mundemi me u përballë, prapë mëshira e Allahut është ajo e cila ka me dominu, ose pavarësisht gjendjeve në cilat ndodhemi, mundemi me kriju na vetë gjendje si pasojë e lejthitjeve të ndryshme. Një të kalume dikush mundet me e pas shumë të ertë. Po një moment i dhezën shkëndijat edhe don me u lidh me Allahun. Kur e këshyr vetën, e këshyr të kalumen e vetë, thot, s'kam çka lypje unë te Zoti, ku për mu. Mirë po, me e ditë me e njoftë Allahun, thot, jo, s'ka diçka që mundet me më pengu mu për me u afru te Zoti, edhe ç'kjo është e sakta. Edhe shumë let njeriu mundet me u shkput prej të kalumës të errët nëse e ka një bindje si duhet. Ose shumë let njeriu mundet me i përballu edhe situatat shumë të rënda dhe të pashpresa, që s'vinë si pasojë e veprave tua, vinë si pasojë e caktimeve të Allahut fuqiplot. Në i krizë, në i qka do qoftë, ama te e din se Allahu veç mirë punon, mu që tash po m'vjen shumë ranë me përballu, veç e di që Allahu ka me më shpëtu. Allahu ka me më qitë në selamet. Do më thënë që kjo bindje dhe që kjo besim i duhen, është ai i cili njeriu e mban në rrugën e Allahut fuqiplot. Se në këtë rrugë njeri ka me pas edhe presione të rrethanave të ndryshme. Ka me pas edhe joshje. Rrugës të kalu, ka diçka anash që të thirë edhe si me thonë nefsi baki që ne anon. Na i përfitimi kësaj dunjaje, ose na i plotësimin i dëshire, që mundet me qenë gabume, po me gjithat e dëshirash. Do më thonë, përputhet me animet e nefsit, egos, e tash mos me konë që kjo bindja në Allahun fuqiplot, njeri është let mundet me ulajfit. E këto, qka e ushqen qëtë bindje? Njohja e mësimeve të Allahut fuqiplot.
njohja e fesë, njohja e udhëzimeve të Kur'anit, njohja e mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe mbetet me thonë, po këto që po du me e thonë, du të me e kuptu edhe me e përjetu. Mbetet me thonë se me gjithate ne jemi të dobët, me shumë mangësi, të pafuqeshëm, të pa aftë për me arrit aty ku duhet, edhe gjithë këtë pafuqi tonën, pa aftësi tonën, gjithë këto mangësi edhe mungesa tonët, çka i plotson? I plotson mëshira dhe fuqia e Allahut fuqi plot, të cilën ne e shfrytëzojmë për me i kompenzu mangësitë tona nëpërmjet shkafit, nëpërmjet lutjes. Do të thonë, bindje e saktë në Allahun, njohje e rregullave dhe udhëzimeve, njohje e vetvetes e cila do të prodhoj lutje në nështrim, dorëzim ndaj Allahut, me i thonë o Zot, unë pa ty nuk mundem, ndërsa vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është dëshmia më e mirë se sa shumë lutje ka bo ai i bekum, e një prej lutjeve tjera o kanë, ja muqallibal qulubi, thabbit qalbi ala dinik. O ti që i ndryshon gjendjet e zemrave, zemrën time, stabilizoje në rrugën tënde edhe në fen tënde. Pastaj, plot shumë ka lutje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që flasin edhe që në cilat kërkohet stabilitet prej Allahut fuqiplot, është mirë ato na me i mësu, janë të shkurta, janë të mira, janë të këndshme, edhe me i përdor në çdo situatë të përditshmërisë sonë. Allahu i madhruar na dhuroft sinqeritetin në fjalë edhe në vepra, na dhuroft stabilitetin në këtë rrugë. Unë javën e kaluar ju kam paralajmëruar se do të fillojmë me një temë të re, megjithatë do të fillojmë me atë temën inshallah kur t'i vi vakti, ndoshta shumë shpejt, e që do të vazhdojmë sipas praktikës që e kemi me trajtimin e temave të caktuara. E kjo sonte më ishte vetëm një përkujtim për ata që shpresoj të na bëjë dobi edhe mua që fola edhe juve që dëgjua. Allahu na forcoft. Wa sallallahu ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.